e bën niyet dikujt me ia dhon një sadaka, tama me shtin dorën në xhep, i shef ki mendu se i ke, me thon kushtimisht në xhep 1000 dinar, kur ta shoj se i ke 500 ose ti japon e 100, mbetëm me pak të holla ose më prishet ndonjë X plan, edhe s'jap. Shkruan Zot, ta shkruan Zoti një sevap. Dhe të ketë jo me bë për manipulim, por me bë sinqerisht. Nuk është ky një veprim mekanik. Pa i bëj kurse du me adhona, mas pe. Ja, kjo kanë tri kështu, kanë me dollë plot neo-derviqe, kanë me thonë, bona njët me shku në haqë, së në shkova. Po, së në shkova, ja. Kjo është manipulimi vetë vetës të. Unë po flasë, sinqerisht. Me gjithë zemër. E bën njët me bën njët mirë, s'mundesh. E bën njët me shku t'i kanë me vizitu për iftar. Ta mam njësës që të ndodhë një defekt, s'mund dikush zotin mos e boftë, mbejt e shpa shku të ka i njeri. Shkruhet tek Allahu një sevap. Sikur me pas shku me e pas vizitu atë njeri. Mëshira e madhe Allahu Azza wa Jall. Vërejni tash dallimin. Tek i keqe që bën një jetë keq, do të mos ja shkryj një jetën e keq. Se ndoshta se ban. Tek i miri, një jeti dhe qëllimi i mirë. Thot vetëm për faktin që ky ka bën një plan të mirë, shkruaj një sevap. Ka marrë iniciativë. Qofta edhe në mendjen e tij, qofta edhe në imagjinatën e tij, Zoti i Madh thot shpërblej robën tëm. Me laçeve thot shkruaja. Subhanallah. Standardi dy fishta kjo. Tek i keqi që mendon keq, Zoti thot mos i shkruaj gjëna. Për ta mëshiru Allahu i Madh gjunahçarën dhe gabimtarën. Te kuptojmë subhanallah se Allahu sa e don dhe sa e mëshiron dhe fal edhe gjunahçar.